Përshëndetje Avni, a u hapën vendvotimet në kohë në Studeniqan? Atëre, përshëndetje studio, përshëndetje për të gjithë shikuesit e Alsat, pra ndodhem si shpërmendet edhe ju në komunën e Studeniqanit, apo me konkretisht në fshatin Studeniqan, ku gjithsej të drejtën e tyre të votës duhet të shfrytëzojnë 17.946 votues në gjithsej 31 vendvotime. Në shkollën ku ndodhemi tani, apo shkollën Naim Frashëri, gjithsej janë 8 vendvotime, nga të cilët duhet të votojnë 5.324 votues. Më herët, pra, gjithçka është hapur në ora 7, gjithçka është hapur në kohë, pas një problem në këto 8 vendvotime në shkollën Naim Frashëri, i kishim edhe votuesin e parë dhe i kishim edhe deklaratën e kryetarit të vendvotimit 2-3-4-5-2-1, dhe sigurisht edhe votuesin e parë në këto vendvotime. Pra, propozoj të ndjekim deklaratat dhe si thash, gjithçka ka filluar në rregull që nga ora 7 e mëngjesit në komunën e Studeniqanit. Pa ndryshimet nuk bëhen për ditën e parë, dohet kohë. Ndryshimet si kanë filluar që 35 vite. Se shumë pak u ka punohë. Për njerë këta ku në këtë shkolla, ka nevojë, klasa ka nevojë. Ata fillestart të vitit parë, ata çdo herë hasin për në vështirësie. Ka nevojë mas pak një 10 klasa ose 15. Quhem Sabahudin Imeri, kryetar jam në vendvotimin 23-45-31, i cili numëron 620 votues. Vendvotimi gjendet në fshatin Studeniqan, komuna e Studeniqanit. Hapja e vendvotimit ka qenë gjithçka në rregull, nuk kemi pas probleme. Votuesin i parë kishim herët në ora 7. Pra, këto ishin deklaratat e qytetarëve dhe kryetarit e vendvotimit 2-3-4-5-2-1 në vendin në fshatin Studeniqan apo në komunën e Studeniqanit, ndërsa nga hera e kalume 44% ishte dalja në këtë komunë dhe sigurisht pas ditën e sotme pritet që dalin më shumë votues dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës. Këtu votohet vetëm për kryetar komune, për dallim nga qyteti i Shkupit, ku votohet edhe për kryetar të qytetit të Shkupit. Sigurisht për Alsat do të sjellim edhe informacione tjera gjatë ditës së sotme, ku do të jemi të përqendruar unë dhe kamermani im që na shoqëron sot Besim Shkreta, ku do të jemi së bashku për të ndjekur procesin e votimit në komunën e Studeniqanit. Studio? Avni, të falenderoj për informacionet.